Konsiderohet ngjarja më e madhe historike në vend për lëvizjen e kohës. Ata dhe vrasjet dhe plagosit e shumta të fund janarit e vitit 1990 nuk i friksuan. Ata pra nuk i druheshin më vdekjes. Regjimi filloi të ketë frikë këtij populli të pafriksuar. Dëshoni është treva ma sulmune në aspektin patriotik. Ka qenë diçka e jashtëzakonshme që ne për kamosha nuk është që kemi në zotësi me përshkru emocionin për atë ditë tepër të veçantë, që konsiderohet ngjarja më e madhe historike në vend për lëvizjen e kohës. Dhe po ashtu më lejoni mi falënderu familjet të cilat kanë qenë protagonist të kësaj dite, sepse është shumë e rëndësishme kjo pjesë, e cila ka kulmuar me bashkimin e popullit tonë për nevojat e lëvizjes kombëtare deri te lufta e ushtrisë lëndore të Kosovës. Është nder për mua që sot gjendem në mesin tuaj. Është kënaqësi për mua të jem sot në rolin e evokuesës së tubimit Vera Flukës me 1 maj 1990. Tubimi që u bë një moto atëherë dhe një simbol më vonë e aksionit pajtimit gjaqeve. Lindja e idesë pajtimit të gjaqeve nuk ishte një rastësi. Ne jetonim në një kohë kur çdo gjë jona cënohej, rrezikohej edhe ekzistenca jonë si popull. Ishte fillimi i një viti me ngjarje dramatike, kur regjimi serb mohonte historinë tonë, pengonte të tashmen tonë dhe ndalonte të ardhmen tonë. Në këtë kohë filluan protestat e jashtëzakonshme, madhështore, si për nga pjesëmarrja ashtu dhe për nga guximi. Njerëzit nuk e kishin më frikë vdekjen. Ata dhe vrasjet dhe plagosit e shumta të fund janarit e vitit 1990 nuk i friksuan. Ata pra nuk i druheshin më vdekjes. Regjimi filloi të ketë frikë këtij populli të pafriksuar. Filloi aksioni, do të më pranu pak. Do ishim me guxim, disa hezitonin, disa tjerë na luftonin, ata që na luftonin ta çoj qartë ishin serb dhe ishin titristë jugoslav. Nuk e kem pas dek për punën e ty. Dëshoni është treva ma sulmune në aspektin patriotik. Ju e dini, zonat e kufinit gjithmonë kanë pas fatkeqësisht 2 sene. Mesatarë s'ka pas, po ka pas ot fort, ot lig. Në një pjesë, për pas që ishin të burgosur politik dhe dëshmitar, ishim edhe në atë kohë të përndjekur. Kishin fleta rastime në atë kohë.